Si shikoni ju do shkojë çështja? Besoj që me 90 ditëve do të vinë aktet e ekspertimit që vërtetojnë pretendimin e fshatarëve. Që prona. Po në qoftë se, atëherë ka dy gjona këtu. Në qoftë se banorët marrin të drejtën që është pronë atyre, ajo çka ka zonë Fatmiri, se bashkimi është jashtëloje këtu, bashkimi i ka kallëzuar dokumentet e edhe. Bashkimi ligjërisht, pra, dhe normalisht shteti duhet i mbrojnë gjithë këta biznesmen e fuqishëm, por jo me pa drejt. Unë kam dy pyetje tash këtu. Dhe ashtu duhet jetë, siç është laguna Mlezhe, ku diun. Një, e para, në qoftë se gjykata do japi drejt banorëve, Fatmir Shpenza duhet përgjigjet para ligjit. S'përgjigjet fare ai, veçse hum investimin. Jo, po si s'përgjigjet, hum investimin, ke bë falsifikim? Po ti ke garant shtetin kur e blen një pronë. Dgjoj. Fatmir Shpenza themu. Fatmiri po hum pronën. Po. Hum pronën. Jo hum pronën, po duhet përgjigjet ligjërisht për falsifikim, falsifikimi është krim. Falsifikimin nëse gjykata do ta marrin ose prokuroria do ta marrin këtë si çështje në vazhdim. Nëse falsifikimi ka ndodhur niks para sa vitesh, shteti ka pas të mend edhe për politikanët e vet, edhe për njerëzit e vet, të gjithë falsifikatorët i ka amnistuar. E di që është bë me pronë këtu. E di që është bë me pronë. Këtë punë banai tangon. Edhe shteti. Tjetra është që ajo që kam intereson mu, kjo, se unë e kam pas zonë, tash në vonë kam qenë. Ai duhet të jetë zonë e mbrojtur nga e ka heqë, vetëm pjesën këtë e ka heqë shteti. Shteti jonë. Se ato janë laguna. Po, vetëm këtë e ka heqë. Domethënë, aty do të bëhet ndërtimi. Ndërtimi për të bë dhe për të marrë lejen e ndërtimit duhet që patjetër të bëhet digjesa publike. Digjesa publike për resortet bëhen këtë formë. Mbledhen fshatarët. Po, gjithmonë pyetet zona. Pyetet dhe nëse këta janë dakord, bëhet. Këta çka kanë bë? As këtë se kanë bë. Ne marrim kontakt me bashkinë, se bashkia është iniciatore e cila do të drejtojnë digjesën publike, nuk kanë bën thotë digjesë publike. Këta kanë bën edhe këtu një falsifikim letrash për digjesën publike, sikur këta fshatarët janë kanë dakord.